Më të parë, duke zbrit prej hikingut këto prej Loboteni, ishim duke bisedu për Arusha. Është një temë që shpesh e rroken, sidomos fëmija kanë dëshirë që ta hapen këtë temë, bisedojnë, flasin atë do të dalin Arushat, male, gjërat kësaj natyre. Sidoqoftë, u përmend edhe çështja e pandas. Arusha e pandas është interesant, është ma karakteristike se arusha tjera, për faktin që jo vetëm që ka ngjyrat më ndryshe, por edhe ka 6 gishta, ndallim prej arusha tjera. Arusha tjera i kanë 5 gishta, kurse panda i ka 6 gishta. Dhe disa ateista janë mundu me gjetë meta në krijimin e Zotit. Vazhdimisht mundohen, por gjithmonë dështojnë. Për shembull kanë thënë kjo është shenjë e evolucionit që ka mbet me 6 gishta, e ka një gisht tepër, nuk ka asnjë dobi. E kanë dhënë këtë teori. Mirë, po pas një kohë kanë dalë hulumtime të reja që realisht ai gishti 6 po ndërlidh me trupin e tij me një formë që është shumë i nevojshëm. Donë është shumë i dobishëm. E të njëjtën gjë e kanë bërë jo vetëm me gishtin e pandas, po edhe me dhëmbin e fundit që kemi, kanë thënë që s'ka dobi prej tij, i pa nevojshëm. Mirë, po pas një kohë ja kanë gjetë dobi. Gjithashtu edhe me appendixin, ose si që thujnë zorra e qorin. Kanë thënë s'ka dobi, por edhe aso e kanë gjetë dobin. Do thot janë edhe të jetë këta njerëz janë gëgjat mbrapsht, mundohen me gjetë mangësi me i pre Zotit, por se e kanë këtë. E kanë të këtë. Andaj shkencës nuk do të gjithmonë me a marrë si 100%, se shkenca nuk është statike, është gjithmonë zbulohen gjëra të reja, nuk bën me marrë si të shenjtë shkenca. Shkenca ka bën shumë, dhe studimet vazhdojnë, nuk nalen. Kurse ajo që nuk ka bën kurrë është shpallja qellore, ata do të me marrë kriter për çdo gjë.